është prap I gjallë, edhe gujs është më atje. Ai është prap I gjallë, ai s'është më atje ku qe. Ai është prap I gjallë, unë dëgjoj një gjë që thon, gëzoni të gjithë sot ai është gjallë. Gëzoni të gjithë sot ai është gjallë. Për një besimtar, shpresa, forca, gëzimi, ripërtëritja, bekimi dhe fitoria, të gjitha mund të përmblidhen në një fjalë vetme. Pashka. Pashka është përkufizimi dhe forma më e lartë e triumfit. Kaq madhështor është mesazhi I Pashkës, aq sa nuk e di në do mund ta përshkruaj si duhet. Pashka nuk është një datë, nuk është një fest, por Pashka është një person. Krishti është Pashka jon. Ai mbajti peshën e një peme të cilën nuk e preu, peshën e një faji të cilin nuk e kreu, dhe peshën e një misioni të cilin nuk e braktisi. Në këtë mesazh, ti do të marrësh 3 të vërteta ekskluzive që sjell Pashka në jetën tënde. Tranzicion, transformim, triumf. Pashka është një favor, një ftesë dhe një tranzicion për të kaluar matan. Matan dhimbjes, matan humbjes dhe matan skllavërisë së mëkatit. Nuk e di për ty, por sa për veten, kam kaluar situata që nuk mendoja se mund t'i kaloja. Kam pësuar humbje që më kanë lënë pa fjalë, disfada që më kanë gjunjëzuar deri në tokë, por Zoti më ngriti dhe Zoti më ripërtëriu. E di që ke kaluar gjëra për të cilat nuk guxon as të flasësh, por ndalu pak dhe shiko gjithçka që ke kaluar. Shiko gjithë ata që ke humbur, disa prej sëmundjes, disa prej largësisë, disa prej pabesisë. E madhe ishte suhia që erdhi drejt teje, por ti prap ja ku je. Edhe pse bëje 2 punë, edhe pse të braktisën, prap ja ku je. Akoma më I fortë, akoma më I mençur dhe akoma më fitimtar. Disa mund të mendojnë se Izraeli ishte I lirë kur kaloi detin e kuq. Por në fakt, përpara se ata të kalonin detin e kuq, ëngjëllit I duhej të kalonte derën e kuqe. Përpara se Zoti t'i çlironte fizikisht, atij u desh t'i çlironte shpirtërisht. Përpara se Zoti të hapte detin, I duhej që t'u hapte mendjet dhe zemrat. Ëngjëlli kaloi matan dhe I kurseu, Zoti I fali, I mëshiroi. Tranzicion do thotë të ndryshosh jo vetëm vendodhjen, por edhe jetën. Jo vetëm një diçka gjeografike, por edhe shpirtërore. Pashka përveç se tranzicion është edhe transformim. Do të thotë të ndryshosh mendjen dhe sjelljen. Izraeli e kishte lënë Egjiptin, por jo zotat e tyre. Ata e kishin bërë tranzicionin, por jo transformimin. Ata morën gjithçka nga Egjipti, por vetëm një gjë lanë pas: zemrën. Edhe pse ishin në malin Sinai, zemra e tyre ishte ende në Egjipt. Ata ishin të lirë në trup, por sklever në mendje. Ata prisnin që Zoti të ndryshonte malin, pa e kuptuar që Zoti priste që ata të ndryshonin sjelljen e tyre. Izraeli u hendë në shkretëtir, jo sepse shkretëtira ishte e madhe, por sepse Zoti I tyre ishte shumë I vogël. Ata shkëmbyen mirënjohjen me murmuritjen, Zotin e universit me Zotin fals të Egjiptit. Me një viç. Njësoj si Izraeli, shumë njerëz enden në shkretëtirën e kësaj bote, jo sepse nuk janë të lirë, por sepse nuk ndihen të lirë, sepse kërkojnë vetëm çlirim fizik dhe jo atë shpirtëror. Është një gjë të jesh I bekuar, dhe gjë tjetër të ndihesh I bekuar. Izraeli ishte I bekuar, por nuk ndjehej I bekuar.
Ishin të lirë, por nuk ndiheshin të lirë dhe as nuk jetonin si të tillë. Jeta është e mbushur me tranzicione dhe transformime, por jo gjithmonë me triumf. Prej ngurtësisë së faraonit, Zoti hapi një rrugë në mes të detit. Prej ngurtësisë së shkëmbit, siguroi ujin, prej lartësisë së malit, ligjin, dhe prej thellësisë së detit, shpëtimin. A e di se cilat janë 4 fjalët që ndryshuan të gjithë rrjedhën e historisë? Ai nuk është këtu. Ëngjëjt, dishepujt, skeptikët dhe plot 52 burime jo të krishterë thonë, ai nuk është këtu. Po ti si mendon? Ku është ai? Jezusi nuk është në vendet boshe, të thara apo të vdekura. Nuk është tek gjërat e ftohta, të ndotura apo të errta, sepse varri u zbraz, mëkati u fshi dhe vdekja u mund. E pra ku është ai? Ai është atje ku ka jetë. Ai gjendet në çdo lindje dhe perëndim dielli. Ai është në buzëqeshjen e çdo fëmije, në lotjen e çdo besimtari dhe në forcën e çdo triumfuesi. Ai është atje ku është liria, paqja dhe fitoria. Në përfundim, Bibla thotë, kur të kalosh përmes ujrave, nuk do të mbytesh. Do të kalosh përmes zjarrit dhe nuk do të digjesh. Ajo nuk thot nuk do të kalosh. Nuk thot nëse do të kalosh, por kur të kalosh. Sepse teksti nuk thot që vetëm do kalosh, por edhe se si do të kalosh. Si fitimtar, edhe pse përmes zjarrit nuk do të digjesh, edhe përmes ujrave nuk do të mbytesh. Edhe pse përmes mundimeve dhe sprovave nuk do të shkatërrohesh. Me Krishtin, tranzicioni është i pashmangshëm, transformimi i domosdoshëm dhe triumfi i sigurt. Paqja dhe hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me ju të gjithë. Gëzuar Pashkën, Zoti bekoft. Ai është prap i gjallë, edhe gujse është më atje. Ai është prap i gjallë, ai s'është më atje ku qe. Ai është prap i gjallë, unë dëgjoj një gjë që thonë, gëzoni të gjithë sot ai është gjallë. Gëzoni të gjithë sot ai është gjallë.